Sa burg bën faik një njeri që kapet me armë pa leje në Shqipëri? Çfarë masash merr ndaj tij? Bën 2 javë deri në maksimumi 6 muaj dhe ai që ndoshta nuk ka fare pushime. Mundësi që të vjeki me një avokat mirë mund shkoj deri në 9 muaj burg. Pra, nëse arrestohesh me një armë pa leje në Shqipëri, ti bën nga 2 javë deri në ka pas raste që kanë dalë edhe më shpejt se 2 javë. Tani ka raste që dalin edhe për 48 orë. Po pra, ne po them, kjo është pastaj korrupsion galopant tek sistemi i drejtësisë i cili ka patur problemet e saj të forta dhe nuk mundet se e di pse u nisa që doja të ndërpreja sepse e kemi mësuar ne gjithmonë që policia faji policisë jo, nuk është policia e vetme fajtore në këtë mes, sepse është prokuroria, është gjykata, është shoqëria. Jemi dhe ne si popull, patjetër. Janë një sër institucione. Pra, nëse nuk ekziston frika, unë kam thënë dhe këtë, ligjet duhet patjetër të përshtaten sjelljeve të komunitetit dhe shoqërisë. Nuk ka ligje të barabarta për gjithë botën dhe apo për gjithë Europën. Pra, në varësi të shfaqjes së fenomenit shtrëngohen dhe ligjet. Nëse ty të shfaq një fenomen ku pjesa më e madhe të rinjve të cilët nuk kanë një punë, nuk kanë një të ardhme, nuk kanë siguruar një mundësi jetese, e sigurojnë të nëpërmjet veprimeve të paligjshme, kanë në arsenalin e tyre disa lloj armësh të cilët i mbajnë pa leje. Atëherë çfarë do bësh ti? Do të arrestohesh dhe të nxjerrësh për 2 javë, do të arrestohesh si çosh te gjykata dhe gjykata thotë po 6 muaj burg është mjaftueshëm dhe kryet rehabilitimi i tyre, apo do shikosh do të rishikosh ligjin dhe do ta bësh atë të fortë, do marrësh masa shtrënguese për gjykatat dhe prokurorët të cilët nuk e kryejnë detyrën e saj, sepse shteti nuk flas për qeverinë, por flas për një shtet i cili ka një traditë, ka një eksperiencë, ka institucione që funksionojnë mirë. Atëherë ti duhet bësh ligje, atë çfarë? Ligji, 7 vjet burg dhe pa drejt përfitimesh. Pra, nuk mundesh nëse ty të shkryr në fenomen, nëse ty të vriten njerëz çdo ditë për shkak se lehtësisht nëse do një armë, ti nuk mundesh ta lësh shoqërinë në këtë lloj forme. Po duhet fillosh patjetër me edukimin e saj nëpër shkolla, me edukimin institucional dhe forcimin e ligjeve, që të garantosh një shoqëri që të ketë një rini, që të ketë mundësi dhe aftësi që të arsimohet, edukohet dhe të shkojë në një rrugë të drejtë ku fitoj fitime të lishme, të bësh një gjykatë e cila duhet japi vendime të drejta dhe korrekte dhe mos të abuzojë me vendimet e saj, sepse kjo kthehet në pasojë për shoqërinë, dhe një policie e cila i ndjek dhe heton krimin dhe kryen ndërhyrje dhe para ndalon ngjarje pasit të ndryshimin vetëm këtë me që jemi edhe në pra ndryshime e ligjeve, e shoh shumë të arsyeshme dhe shumë e vënd që për shkak të disa fenomene që ndodhen në shoqërinë tonë, duhet patjetër që gjykatët dhe ndryshimi i ligjit jetë një objekt i arsyetuar dhe i mundshëm në Shqipëri. Nuk mundet që të bësh 3 vjet 6 muaj burg apo 2 javë në rast të caktuara kur dhe fillojnë të justifikohen që jo kam fëmijë të vegjël, jo kam prindër për të marrë, jo kam probleme ekonomike, atëherë nëse ke probleme ekonomike, hiq dorë nga arma për futje punës.